Ju jeni pararoj apo e votuesve të parë, jeni njerëz të angazhuar me Partinë Socialiste, jeni ata që punoni çdo ditë për të përçuar mesazhin ton dhe për të arritur në 11 maj që të realizojmë një fitore jo për mua as për deputetët apo për qeverinë, por një fitore të rëndësishme për të përmbushur një mision historik që nuk është i yni, po pjesë e cilit ne jemi, sepse është një mision i gjeneratave të tëra. Zemra më dëgjon, Zogu, më dëgjon, më ndjek, besoj që po. Tani po. Ka dhe momente shkëputjesh, sepse unë i thash Zogu se në fakt ai po shifte në telefon që apo i thoshte Zoçka. Që është shumë e rëndësishme, por është edhe më rëndësishme që Zogjë dhe Zoçka të jenë bashkë në këtë moment për të realizuar diçka që më shumë se sa për të gjithë të tjerët ka rëndësi për gjeneratën tuaj. Sepse është diçka që duhet thjesht ta merrni me mend. Prindrit tuaj, gjyshrit tuaj, stërgjyshrit tuaj dhe shkoni pastaj sa të doni futuni në histori, po unë po flas për ata që ju i keni në zemër dhe i keni në mendje, po flas për prindrit, po flas për gjyshrit. E kanë pasur të pamundur që ta kenë. A më kupton ti? Më kupton për shembull, a? E kanë pasur të pamundur që mos shif andej, më shif mua, unë shoh ty ti shef andej. E kanë pasur të pamundur që ta kenë. Dhe kjo është një gjë shumë serioze. Është një gjë shumë serioze. Shumë fare. Nuk ka më serioze se kjo. Sepse nuk të vjen në jetë çdo ditë, çdo vit, nuk të vjen as në çdo zgjedhje kur ti ke mundësi të votosh, rasti që ti t'jesh pjesë e një historie. Që është historia e vendit tënd. Nuk të vjen. I erdhi gjeneratës së re të vitit 90 dhe sot i ka ardhur gjeneratës tuaj, por nëse gjenerata e vitit 90 pati mundësinë që të bëj një kapërcim të madh nga diktatura në liri, juve keni mundësinë që të bëni një kapërcim tjetër të madh. Nga Shqipëria gjeografikisht në Europë, në Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe janë dy Shqipëri të ndryshme, komplet, totalisht. Për ju, në radhë parë.